Ti që telefonin e përdor për të parë gjëra jo të hishme. Ti që telefonin tënd e përdor për të shikuar gjëra të ndaluara. Ti që e përdor telefonin për të hidhëruar të madhin Zot. Duhet ta dish që ditën e gjykimit dora do të dëshmoj. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, në surën Yasin: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Sot ne do t'u avullosim gojët e tyre. Do të flasin duart e tyre. Do të dëshmojnë këmbët e tyre për atë që kanë bërë. Prandaj vllai im, motra ime, kujdesu për shikimin tënd. Kujdesu se për çfarë e përdor telefonin tënd. Mundohu që çdo gjë që ke ta përdorësh për punë të hajrit, për punë të dobishme, gjëra që me to kënaqet Allahu i lartësuar. Elu Zotin e gjithësisë që ta përmirësoj gjendjen tonë. Amin.